Po, ne vetë sa kemi përfundu një pjesë të madhe të raporteve të auditimit, më duhet ta theksoj që në bazë të planit vjetor të auditimit për sezonën 2025-2026, të cilin e kam dërguar në Kuvendin e Republikës së Kosovës në tetor të vitit të kaluar, në përputhje edhe me kërkesat ligjore, kemi planifikuar kryerjen e auditimeve, diku 145 auditimeve në total që përfshin auditime të detyrueshme të rregullsisë, auditime të performancës, auditime të pajtueshmërisë, e po ashtu edhe auditimin e pasqyrave të buxhetit të shtetit. Deri me 30 qershor ne kemi një afat ligjor, do të thotë në bazë të ligjit për auditorin e përgjithshëm dhe zyrën kombëtare të auditimit, që ti përfundojmë të gjitha auditimet e detyrueshme të rregullsisë që ndërlidhen me auditimin e pasqyrave vjetore financiare për vitin përkatës. Dhe në totalin e auditimeve që kemi kryer për këtë lloj të auditimit të detyrueshëm të rregullsisë, ne kemi publikuar dikon 102 raporte të auditimit që përfshin 87 organizata buxhetore. Në kuadër të organizatave buxhetore kemi do të thotë të gjitha ministrit, është obligim ligjor, të gjitha komunat, institucionet e pavarura dhe agjencitë e pavarura, si dhe ndërmarrjet publike. Më duhet ta theksoj që ndërmarrjet publike në bazë të ligjit e kemi të detyrueshëm, jo të detyrueshëm të gjitha t'i marrim, të detyrueshëm në aspektin që aq sa kemi kapacitete profesionale, auditori i përgjithshëm e vlerëson se cilat ndërmarrje publike ti përfshin në planin auditues dhe në përputhje me do të thotë analizat dhe kapacitetin profesional i teknik që e kemi vendosur do të thotë të kryejmë auditimin e 12 ndërmarrjeve publike. Se çka tregojnë këto raporte të auditimit, tash kur po themi auditimet të detyrueshme të rregullsisë, më duhet ta sqaroj që auditimet të detyrueshme të rregullsisë nënkupton auditime financiare dhe auditime të pajtueshmërisë. Dhe ne shprehim një opinion të auditimit për cilësinë e raportimit financiar për gjitha organizatat buxhetore, si dhe japim një konkluzion të pajtueshmërisë që nënkupton nëse organizata ka vepruar në pajtim me kornizën ligjore në fuqi. Dhe rezultatet e auditimit kanë treguar që cilësia e raportimit financiar, si në nivel qendror, ashtu edhe në nivel lokal, nuk është përmirësuar. Do thotë nga të gjitha nëse flasim për ministrit, janë vetëm 5 ministrit cilat kanë marrë mendim të mirë, opinion pozitiv, dhe ato janë Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Financave, si dhe Ministria e Mbrojtjes. Mirë, po kjo nuk do të thotë se kanë marrë edhe mendim të mirë apo konkluzion të mirë sa i përket pajtueshmërisë me ligjet dhe rregulloret në fuqi. E njëjta situatë është edhe tek komunat, do të thotë nga 38 komuna, vetëm 4 komuna kanë marrë opinion të mirë sa i përket cilësisë së raportimit financiar. Arsyeja pse ne kemi modifikuar opinionin e auditimit, përkatësisht kemi dhënë mendim opinion jo të mirë për pasqyra vjetore financiare të 10 ministrive, të 34 komunave dhe të disa institucione të pavarura, është sepse ende ka mangësi sa i përket raportimit jo të plot dhe të sakt, po e marrim detyrimet kontingjente, paraqitja e llogarive të artueshme, pastaj regjistrat e pasurisë vazhdojnë ende të jenë jo të plot dhe të sakt, keq klasifikimi i shpenzimeve si pasojë e vendimeve gjyqësore kryesisht dhe një pjesë si pasojë apo si rezultat i veprimeve të vetë organizatave buxhetore, ka shkaktuar paraqitje jo të drejtë dhe të saktë të shpenzimeve, cilat do të thotë figurojnë në pasqyra vjetore financiare. Dhe këto gabime kanë qenë materiale. Për këtë arsye ne edhe kemi dhënë mendim jo të mirë për shumicën e organizatave buxhetore. Një gjendje pak më e rënduar, ndoshta edhe për shkak të kompleksitetit të ndërmarrjeve publike, kemi dhënë opinione do të thotë jo të mira, të kundërta, që është opinioni më i keq i mundshëm, sipas e cilit do të thotë gabimet materiale jo vetëm se janë prezente në pasqyra, por janë edhe të përhapura, por ndërmarrjet publike kanë kompleksitetin dhe kanë mungesë të shënimeve,
pothuajse në zërat kryesor të pasqyrave vjetore financiare. Në anën tjetër, sa i përket pajtueshmërisë me ligjet dhe rregulloret në fuqi, situata është po ashtu e njëjtë. Asnjë nga ministrit, nëse ka marrë një opinion të mirë për cilësinë e raportimit financiar, jo domosdoshmërisht ka marrë edhe mendim të mirë sa i përket pajtueshmërisë me ligjet dhe rregulloret në fuqi, dhe janë vetëm disa ministri të cilat për nga kompleksiteti, do të thotë nuk kanë kompleksitet dhe buxheti i tyre nuk është i lartë, ato kanë marrë mendim pozitiv. Do të thotë kanë punuar në pajtueshmëri me ligjet dhe rregulloret në fuqi. Por po flasim për ministrinë, për shembull Ministria e Zhvillimit Rajonal, Ministria e Administratës Pushtetit Lokal, është Ministria e Ekonomisë, do të ministri të cilat kryesisht nuk kanë buxhet shumë të lartë tek investimet kapitale. Çështja e mos pajtueshmërive kryesisht do të thotë ka të bëjë, siç është e ditur, çështje që ndërlidhen me prokurimin publik, pastaj çështje do të thotë me subvencionimin, do të thotë kryesisht janë këto dy kategori ku organizatat buxhetore performojnë jo mirë. Një rast të cilin dua ta theksoj, nëse flasim për tërësinë organizatave buxhetore, përfshirë ministrit, komunat dhe agjencitë e pavarura, është e vetmja komuna e Prishtinës e cila ka marrë mendim të kundërt, ka marrë konkluzion të kundërt. Për shkak të papajtueshmërive të shumta, të cilat kanë qenë materiale, por kanë qenë edhe të përhapura. Të njëjtin konkluzion i kemi dhënë edhe vitin e kaluar. Do thotë, është e vetmja komuna e Prishtinës që ne kemi dhënë konkluzion të kundërt. Pothuajse në të gjitha është edhe përshtypja e ekipit auditues, por janë edhe dëshmit, edhe vetë raporti e tregon që pothuajse çdo dokument, çdo procedurë apo çdo transakcion që kanë marrë me testu nuk ka qenë në pajtueshmëri me ligjet dhe rregulloret në fuqi. Nuk është se një situatë do të thotë është më e mirë, ndoshta edhe në nivelin qendror, po flasim nëse krahasojmë kompleksitetin e njëjtë apo madhësinë buxhetore, sepse komuna e Prishtinës ka një buxhet të krahasuar me komunat e tjera, po krahasuar edhe me shumicën e ministrive, dikon 150 milion euro shpenzime, dhe kryesisht do të thotë shpenzime tek investimet kapitale, po nëse krahasojmë do të thotë Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor, me një buxhet prej 200 milion eurove dhe kryesisht është buxheti për investime kapitale, ka do të thotë ende mangësi edhe në nivelin qendror, në ministritë cilat do të thotë kanë një buxhet të lartë, posaçërisht në fushën e investimeve kapitale, të cilat kalojnë përmes procedurave të prokurimit publik.